Pacha me ju o vëllezër dhe motra, jemi në javën e 4 të kohës e kreshmeve edhe kisha nafton që qysh sot të gezojmë. Është e djela letare. Kisha fillon liturgjinë e fjales, liturgjinë e Eukaristisë së Shenjtë me këtë fjalë. Gezohu. Sepse Pashkat janë afër. Edhe Zoti është u ba me ne në këtë rrugtim të kohës e kreshmeve, një udhëtim që është ngjashëm me udhëtimin, ka një lidhje me udhëtimin ton e jetës son toksore, deri që të arrim në tokën e premtuar, si në leximin e parë tregohet që Josuehu bën që të hyj, me ndihmën e Zotit patjetër, bën që të hyj populli në tokën e premtuar, në tokën e shenjtë. Edhe ungjilli ka lidhje me këtë punë. Është djali i humbur që u largua prej shtëpisë së atit edhe kthehet në shtëpinë e atit e vet. Rrugtimi i jetës son ka këtë dinamizëm. Ne jena të shku drejt shtëpisë së atit ton, ku Krishti na ka përgatitur banesën. Por në këtë rrugtim ne kena shumë problema të ndryshme. Edhe një ndër tyre është që shumë herë na ndodh, mund të na ndodh, që të jetojmë marrëdhënien tonë me Zotin, se kanë jetuar këto dy djemë, që Krishti na tregon në shembulltyrën e vet. Krishti jep këtë shembulltyr në një kontekst i veçantë. Farisejt kritikojnë Jezusin për faktin në ykatin kundër tij, sepse ai ha me mëkatarët. E me hanger me mëkatarët, do me thënë që ti bashkohesh me ta. Për kulturën hebraike ti bashkohet bashkë një person me të cilën ti ha. Si është e mundur që Krishti bashkohet me mëkatarët? E atëherë ai tregon këtë shembulltyr, shembulltyrën e djalit të humbur. Edhe në këtë shembulltyr ai tregon që të dy djemë, djali i parë dhe djali i vogël, nuk kuptojnë dashurinë që ati ka për ta, do të thënë dashurinë që Zoti ka për ta, që Hyj ka për ta. Edhe mendojnë në Zotin me një marrëdhënie, por si të ishte Zoti një pronar, edhe kam frikë. Djali i parë jeton marrëdhënien e vet si krishterimi, nuk e di si jeton ti jetën tonë në krishter, qa mendon ti për fen katolike. Djali i parë ka mendu që marrëdhënia me Zotin ishte vetëm me kryer disa rregullat, me mbajnë disa rregullat, edhe kaq, ka jetuar me frikë, sepse nëse unë gaboj, i kështu mendua ai, Zoti më ndeshkon, edhe ndoshta jetojmë ashtu me frikë ndaj dëshkimeve të Zotit, që ndoshta hyn në gjinaf, edhe pastaj e marr pasojat e ndeshkimeve të Zotit, në veten time dhe në familjen time. Sa herë ndoshta ke jetuar ti veshësit në jetën tënde, kryqet, po si të ishin një mallkim prej Zotit, por Zoti nuk është ashtu. Edhe Krishti na tregon këtë gjë në shembulltyrën. Ai, djali i parë, ka menduar që mëkati është diçka e mirë, por thjesht që është ndaluar. Edhe që mëkatarët e kalojnë mirë, shumë mirë, tu mëkatu. Djali i parë, djali vogël, me falni, djali i humbur, ka pat këtë eksperiencë, nuk ka jetuar me këtë frikë, ka thënë atit e veti, ka thënë, për mu ti e vdekur, ma jep qa me takon mu, pasurin time, unë do të bëj me jetën time çfarë me pëlqen mu. Që dim se ai ka vra atin e vet në zemrën e vet, sepse ka kërkuar trashëgimin. E trashëgimia jepet kur prindërit vdesin. Ai ka thënë atit e vet, ti për mu je i vdekur, unë bëj jetën time si me pëlqen mu, edhe çka ka bë? Ka hedhë jetën e vet në mëkat. Edhe ka shku deri në vendin më e ulur. Për një hebre me kullos thit, derrat, është diçka e papastër. Një hebre nuk ka mundësi me bë këto punë.
Ajo vetën e ka bërë këto puna. Por djali i humbur u ul, ka shku deri në fund. Edhe ka pas qef me hange ushqime të derrave. E askush nuk ja jepte. Deri në atë pikë ai ka reduktu dignitetin e vet. Deri në atë pikë na çon me kati është e mundur që ne duke me katuar të arrim deri në pikën që ne shpifemi prej vetës. Edhe mirë, në atë situatë ai u kthye në veten. Edhe Shpirti i Shenjtë e ka kallëzuar që ishte mundur mu kthy në shpinën e atit të vet. Kur ne pendohemi edhe rrethehemi, vetën kena mundësi me pak këtë gjë, nëse Shpirti i Shenjtë na kallëzon, që Zoti është i mirë, që Zoti është i mirë, që Zoti na don, nëse në thellësi nuk kemi këtë dëshmi të paktën e vogël, që është e mundur kthimi, askush nuk pendohet, nuk pajtohet me Zotin. Fakti që brenda nesh kemi këtë lëvizje, mu pendu, mu kthi tek Zoti, e sepse Shpirti i Shenjtë na kallëzon brenda vetes mirësinë e Zotit. Edhe nëse nuk e kuptojnë krejtësisht, djali i vogël nuk e ka kuptuar akoma dashurinë e atit, sepse ai e kthej duke menduar, o atë me trajton mu si trajton ti punëtor të tu, rrugtar. Ai u kthye në shtëpinë e atit duke menduar ashtu që ati ishte një pronar, por ati nuk intereson një marrëdhënie ashtu. Ati intereson që ti dhe ju edhe unë të jena fëmijët e ti, që të hyjmë në fest me te, që të jetojmë në gëzim. Kjo është të intereson ati të vetë. Edhe kur biri kthehet, që kishte përgatitur një fjali shumë e bukur për pendimin e vetë, duke shtuar këtë gjë me trajto si një rrugtar të tu, ati nuk e ka lejuar që të shqiptonte këto fjalë, sepse Zoti nuk pajtohet me këtë mendim. Zoti nuk dëshiron që ne të reduktojmë marrëdhënien tonë me te deri në atë pikë. Atëherë çfarë bën ati të vet, ati ti kur djali kthehet, bën fest, nuk i bën moralizëm, nuk e godet. Bën fest, e përqafon fëmijën e vet, e puth. Edhe i rikthen dignitetin e vet. Petkat më të mirat e bën që të veshet me këto petkat, që janë petkat e pakëzimit, me të cilin Zoti na ka dhënë një dignitet të ri. Zoti ju vetën na fal, por Zoti dëshiron që ne robër, skolever të bëhemi fëmijët e tij, që të kena këtë dignitet. Ai na bën krijesë të re. Leximi i dytë na thotë Shempali, e vjetra ka kaluar, e dhja gjana të reja. Zoti bën një krijesë e re me ne. Edhe kur e marr birin e vet, birin e vogël, feston. Zoti nuk shef realitetin e mëkatit si diçka që është e pëlqyeshme, por vetëm që është ndaluar. Ati e shef mirë gjanat edhe din se mëkati na çon në vdekje dhe këtë gjë ka eksperimentuar djalin e humbur. Djali i humbur ka eksperimentuar këtë gjë, edhe atëherë ati kur e merr birin e vet thot, i mbir, pati vdekur dhe unë gjallë. Mëkati është vdekja. Atë ne, kur shohim realitetin e të tjerëve, që ta dim edhe ne këtë gjë, se ne kena mundësi me pas mentalitetin e djalit të madh, e me mendu këtë gjë që mëkati është diçka shumë e bukur, shumë e mirë, por vetëm që është ndaluar, atëherë gjykojmë të tjerët si ka gjykuar djali i madh, djalin e vogël. E mendojmë ndoshta që burri e kalon shumë mirë duke u dehur. Që fëmijët që largohen për Shqipërisë që nuk kujdesen për ty, e kalon shumë mirë, ndoshta dje në Itali, në Angli, në vendet e tjera, edhe ti tu vuaj. Por ata tu kalu mirë. Që njerëzit që shkojnë në për lëvire si ka shku edhe djali i vogël, e kalon shumë mirë. Kjo nuk është realiteti.
realiteti që ti edhe unë shumë herë nuk shohin e të tjeret, është që burri që dehet, sepse ka ferrin në zemër, që vuan në thellësi. Edhe ne nuk shohin shumë herë këto gjana, që njerëzit që janë të humbur jetën e vet në drogë, kanë ferrin në zemër. Edhe ati e shef këto gjana, edhe ka mëshirë, edhe gëzohet kur djali kthehet e ka ipen me bafest. Edhe kur ai thot, djali im bir pati vdekur dhe unë gjallë, to fjalë ka me na pa një jekon. Është Jezusi që identifikohet me djalin e humbur, ai që merr vendin e fundit, biri vërtet e atit, ai që ka vdekur me të vërtetë dhe unë gjallë, është Jezu Krishti. Edhe ai që han me mëkatarët, ishte u than një gjë farisejve, ata që gjykojnë të tjerët. Unë identifikohem me mëkatarët, unë marr vendin e fundit, unë të dua ty deri në fund. Edhe Shempali shpall këtë gjë në leximin e dytë të ditës së sotme, të dielës. Shempali shpall që Jezu Krishti për ne, ai që nuk ka njohur mëkat, për ne u bë mëkat, që ne të bëhemi të shenjtë në të. Ai për ne u bë mallkim. Thot fjala e shkrimeve të shenjta, i mallkuar ai që varet në dru. Edhe Jezusi për ne u bë mallkim, se ne në të bëhemi, të marrim bekimin e Zotit, të bëhemi të shenjtë. Falas. Babi jon për të na shpëtuar, për ne, për të na bërë fëmijët e tij, ka dhënë gjë më të çmueshme që ka. Djalin e tij, Jezu Krishti, unazën që ka marrë djali e humbur, bas që rikthehet në shtëpinë e atit, unaza është shenja që çfarë i përket atit, i përket edhe fëmijëve të vet. Edhe gjë më të çmueshme që ati kishte është Jezusin, edhe që Shpirtin Shenjtë e Zoti neve na ka dhënë. Jezusin edhe Shpirtin e tij. Falas. Ne që nuk e meritojmë, falas. Nuk e ka kursyer birin e vet, por për të na shpëtuar ne e për të na bërë fëmijët e tij, na ka dhënë Jezusin. Atëherë ai dëshiron që ne të hyjmë në gëzim, në fest, në shtëpinë e atit, që të kena dëmshuri për ata që janë larg Zotit, e që të gëzohemi për çdo person që kthehet tek ati. Qo lëftu Krishti.